se kjo protesta këtu shërben për valbër të shfryrëse. Po jap mundësinë popullit, se e di që I ka vajt deri aty ku s'ma më, që të dalin dhe të shpërthejnë, sepse luan dhe ajo rolin e vet psikologjik, kjo puna e valvulës shfryrëse. Dhe pastaj që kur të fillojnë kalojnë këto gjonat që neve nuk do duam t'i kemi, ato nenet që janë firmosur dhe akoma si kemi marrë vesh që janë firmos. Mos të guxojmë të çohemi, sepse do themi ore zjati 2 muaj ca protesta. Me aq pjesëmarrje dhe nuk arrit asgjë. Atëherë për çfarë çohemi prap? Domethënë me ti prek komët në një të ardhme të afërt. Kupton si luajnë më valla, luajnë me psikologjinë e njerëzve më shumë. Ja di ku po më shkon me një tani. S'doja ta thoja, po luftoj shumë me veten, mos e them këtë. Po tundohesh? Jo, po tundohem. Jo më thjesht robi është I lirë. Dhe mendon, logjikon, mbaz të ushqimit që ka vetë, që ka marrë prej vitesh, realiteti që sheh, edhe në bashkëpjesëtim me ty dhe ata që na ndjekin, arrin të kuptojë të vjen peshor I gjithë gjërat. Teksa ti po thoje këtë dhe shkove deri në atë pikë që un po e mendoja që the është psikologjike e gjithë gjëja. Po. Valvula shfryrëse. Pra 67 ditë çka kemi përfituar ne si shqiptar nga kjo gjëja. Çka ka merit kjo gjë që ka fituar, domethënë ndërkohë që këtu kalojnë ligje, gjëra të tjera, reforma territoriale për tokat bujqësore, paketa maleve, vazhdo kjo tjetra doli Ilirbeqja nga burgu, kjo tjetra thotë jam shtatzon, nuk futem burger, spaku leshte currit. E gjithë gjërat edhe ne vazhdojmë prapë revolucion shumë mirë më valla, po siç e shpjegove ti dhe e thonë edhe këtu, revolucioni ka vetëm një rezultat përmbysje. Çfarë përmbysje po bën ne pra? Atë për mba fele revolucion. Po. Dhe mos ndoshta kjo gjëja po I shërben më shumë këtyre lart, siç është edhe Big Brother që ne deri dje ose ne vazhdimisht themi Big Brother është negativ, na ndikon keq për ne, na jep ato idenë e kësaj izolimit, e digitalizimit, mos na bëjmë më përshtypje kamerat e gjëra. Për të fusin në shtëpi. Pra për të fusin në shtëpi etj. Gjithë këto gjëra që ti ta pranosh në mënyrë indirekte të kthehet diçka më se normale për ty. Psikologjia. Pra dhe rasti I kësaj në protesta ose shitje e tokave këto gjërat, ai shumë sa po I përmendim, ha? Po na duhet si gjë kështu sikur po flasim për karamele 2 lekëshe, kupton? Po. Pra, edhe protesta në këtë kohë, në këtë lloj forme si po shkon, pasi lloj vlere që të marrin mbrapsht, pas rezultate për vlere, s'u merr asnjë lloj gjëje. Kjo po kthehet si gjë shumë cheap valla, shumë diçka shumë e lirë, shumë ndërkohë që situata është krejt ndryshe. Krejt ndryshe komplet, domethënë. Mos them që kjo pra po çfarë po kënaqemi, po çfarë po eksaltohemi, po çfarë po shprehemi që jemi motivuar, jemi këtu, s'kemi parë kaq patriot, s'ka ndonjë herë Shqipëri, nesër më shumë. Pra na u kthy thjesht një lloj rituali, çoni nga kafja. Që shkoni ke X vend se aty ke për të shëruar. Shkoni ke protesta si të ndihesh I motivuar. Shkoj jepi dorën baba, nëse pa hyrë këto si duhet të hyj në këtë lloj ndasish. Pra po bën këtë ka mendon ajo. Kupton? Domethënë aty në lloj rituali bosh valla. Që shkove atje u zgjidh prania jote. Por çapo ka diçka të prekshme më burr tek ajo gjëja aty. Atë duhet me prek. Asgjë na ajër. Pra kjo po na kthehet, kjo po na zhbon edhe atë. Po tamam. Dur lart she baba, ndje sikur kërkoj për helmin tim që u thash. Jo më është irritimi drejt. Na hapni syt. Jo protesta është reale dhe ka blloku thot. Bravo. Ka bllokuar vetëm sheshin aty pra. Thjesht bllokon sheshin për 2 orë, 3 orë sa I bllokon aty që mos kalojnë makinat. Kaq. Çka ka bllokuar tjetër vëlla? Po flasim për gjona më të mëdha se sa ai bllokimi aty sheshit ose 2-3 rrugëve që bllokohen për marshim. Ka bllokuar ai projekt ligj në nen aty që kanë sajun tokot e fundit që po zhvilloheshin këto protestat. Te ajo dita parë aty që u mblodhën, që nisi e përplasja e parë me popullin te parlamenti, aty atë ditë u firmosën 13 nene të ndryshme. Që nuk janë bërë akoma të njohura në publik. Edhe aty janë dhe këto, sigurisht paketa e maleve dhe plot gjëra të tjera, se si të shqitet Shqipëria në mënyrë të ligjshme dhe moderne. Edhe populli mos të reagojë. O Gerot, përshëndes vllai, respekte valla. Për Zotin do doja shumë t'ju besoja të gjithë ju që nuk të njoh nga afër, uroj që të jesh ashtu I pastër dhe ti valla, ashtu siç është Adnandi që takoj atje, njerëz të tjerë
i djalë që isha mbrëm nga fol për 3 orë të protesta dje, ka njerëz shumë mirë, shumë pastër vëlla. Po këtë që po bëj nuk kam asnjë lloj qëllimi, nuk synoj që tu shej përçarje dhe asgjë tjetër vëlla. Ta them pastërtisht e gjë, por nuk duhet nuk e di, nuk naqem me kaq vëlla, nuk e di që më thuj gjoti, më thuj një arsye, si po më përmend si ishte me këto ironi të gjona se nuk si më shkruan gjë, si ishte jugu i Francës. Shumë i mirë ishte, më mirë se Shqipëria. Më vjen keq ta them. Jo, si Shqipëria është shumë e bukur, por kështu si e kanë kapur Shqipërinë këta njerëzit, ishte më mirë atje vëlla. Atje kishe ku shkelje, kishe ku kaloje, kishe ku shkoje, nuk të prekte njëri, nuk të cënonte njëri. Tu vëlla shko ku dush, shehimja. Tokë Xanum gjithande. Pse? Siç e ka bë Tokë Xanum edhe kryeministrinë Edi Rama, kështu jemi dhe ne vëlla. Kështu jemi dhe ne. Prandaj po ripërsëris prap, duke u mërzit ju që po nuk shemëm Ramën brenda vetes, nuk e rrëzojmë dot te Rama vëlla. Pra, duhet kalojmë për te vetes. Pra, çfarë po fitojmë vëlla nga kjo gjëja? Nëse e mbylla temën e protestës, nuk duhet të jap të helmin tim. Protestë duhet bërë si ishte në Nepal thot, ajo është revolucion. Jo flamingo, leshi, preshi, pa luftë, vërtet nuk ka paqe thot. Flamingo të Sorosit, të Dylberave, roz. Thjesht protesta është çështje nero. Adnan vëlla, të vlerësoj, ti e di që unë du fort, të respektoj. Kjo është mendimi im vëlla. Nuk du të ndikoj tek mendimi jot dhe te asnjërit. Po shpreh mendimin tim, pra po flasim për një lloj pavarësie, lirie. Ky ka qenë problemi i shqiptarëve. Unë kam qenë aty në protestë, do vi prap sot. Nuk është si vi për ty ose për X-in për tjetrin, se kishte shumë njerëz që më thoshin edhe dje, ke mungu, pse ke mungu, mos mungohen tek te. Vëlla, nuk puna është që duhet ta ndjesh që të vish. Unë nuk e ndjej dot më me ardh. Edhe po vi, po e them pasërtisht që po vi me siklet më, ose nuk më bën gjë e protesta që unë të vi, nuk duhet çfarë rezultati po marrim vëlla. Këtë më thuj më thot njëri më hapi syt më burr. Sinqerisht e du me shpirt që të më hapi dikur syt, më thot ore, ç'a po sjell kjo protesta më vëlla? Ç'a ka sjell më burr kjo protesta më burr? Që të motivohesh. Po du më vëlla, vi më vëlla ta besoj siç e besova verbrisht në fillim më burr. Jo ke numrin njerëzve. Ore, ç'a po sjell më vëlla? Nuk e di, kjo thirrja nesër më shumë. Nesër më shumë, ç'a nesër si keni turp që thonin prap nesër më shumë, ndërkohë që nesër janë më pak më burr. Ka kaq ditë javë që nesër janë më pak. Ç'a po bëjnë? Kush janë këto mjeshtra që na e digën që thonë që është protestë pa drejtues, po ka drejtues. Është pa organizator, po ka organizator që ne të ndjekim te që thotë, shkojmë tu, do shkojmë atje, do bëjmë te, do flasim te, nesër jena të po kush nuk jam i kënaq më vëlla. Nuk jam i kënaq më burr. Ç'a më thuj një arsye, ç'a ka që për të kënaq tek ajo protestë më burr. Ç'a ka aty të kënaq që shoh Arlind Qorrin, shoh Adriatik Lapën, shoh ato flamingot, shoh tjetrin. Ç'a më kënaq më kjo protesta vëlla? Ç'a rezultati ka dhënë konkretisht për mua më vëlla? Ç'a më ka dhënë mua? Ç'a rezultati më ka dhënë? Unë e kuptoj që janë 36 vite tranzicion, leshin tranzicion. Që është po njëjta vazhdimësia asaj që kemi pas në kohën e komunizmit, është po thjesht janë ndame degëzime, luajnë lojën, tallin trapin, po marr guximin të them që më duket se edhe ata që janë aty ka ajo protestë, ato mjeshtrat që thonë nuk jemi ne drejtuesit, por jemi drejtuesit se ne kemi në dorë këtë gjë. Duket se edhe këto janë bërë pjesë e kësaj gjës. Kam frikë se po. Pra mënyrë si po shkon gjëja. Po çfarë vëllai, po tall trapin me ne hapur fara shiqar në të gjitha anët vëlla. Me sa duket, nga momenti që s'po shikohet rezultati, do të thotë që aty diçka nuk po shkon vëlla. Jo diçka, por shumë gjëra nuk po shkojnë. Nga kjo proteste kaq muajsh. Doli gjë ky gjatit më në një deklaratë shtypi atë të thotë që shiko do tërhiqemi nga një X pik. Nga një X pa kënaqësia juaja. Përkundrazi ai po dele po thotë ne po japim gaz. Çfarë do që të bëni ju, ne do prap do vazhdojmë. Çfarë do që të bëni ju, nuk do më rrezoni. Do vazhdojmë ajo siguria. As edhe një ndryshim. Atëre
Qa vlerë ka jo thirrja nesër më shumë çoni nga kafja? Ore çohemi nga kafja më vlla, po ç'a do bëjmë më burr? Po, çohemi nga kafja. Çohemi nga kafja më, ore njerëzit u çun nga kafja erdhën aty më vlla. Po. Njerëzit erdhën u çun nga kafja erdhën aty. I solle me 20 qershor, ishte një me 90, nuk e di më datën tani se u bë 3 muaj dhe s'kena si gjë vlla që ta marrim shënimi gjë që themi vlla kemi fitu këtë gjë vlla. Ç'a ke fituar më burr nga kjo gjë burr? Më thuj më vlla që ç'a është i gjë që ke fituar më burr? Më thuj i gjë më vlla, ç'a ke fituar më burr? Ç'a ka ndodhi gjë që ke fituar më vlla? Deli ropsh që del nga burgu për tendra, për gjithë çka ka morë, ai del ai, pallosh i gjallë, më i gjallë se sa ky. Del kjo tjetër nuk hyn se jam shtatzon. Del rën velia tall trapin me gjykatë kushtetuese. Po do hedhi ol datën e këtij. Për ç'a spaku flasim ne vlla? Për ç'a Amerikë flasim? Për ç'a Europë leshë flasim ne vlla? Tani a do të jemi të vërtetë vlla, jo po do nuk mund të kundërshtojmë ne diplomacinë, nuk mund të kundërshtojmë ne Amerikën se ç'a aleancë po flasim më punë. Po vlla, ai në luftë do dalësh siç e hapur vlla. Po çitet veni, po çitet toka, po të largojnë nga veni, po t'i bën gjitha zezat, ç'a do tjetër më punë? Kush do të ta bëjë ty këtë gjë? Po me paçe kena hungur me paçe, kena kaq kohë më punë. Jena bukos. Pra kemi 3 muaj në shesh aty, po për ç'a? Ç'a ke fituar më punë? Kjo është. Ç'a ke fituar më valla? Ke 70 ditë aty. Më thuj gjoma, më bin thuj që me 70 ditë kam dalë aty, kemi bërë të përpjekje. Po kemi po të njëjtën rreth vicioz, vim nga Sheshi Skënderbej, shkojmë ke kryeministria. Nga kryeministria bla kush bëj poezi më bukur, kush kapi nga njëri aty të vobek që është për hall zotit që ka ardhur për hallën e vet aty. Bëjmë video, bëjmë foto, hapim GoFounder. O vlla, po nuk është vetëm individ 10, janë mu 20, 30 e ka bol Visnaçi, ky tjetri Hajdari, këto Hajdaret e tjerë kanë bërë këtë gjë. Po ç'a protesta është për shumë dakord, bravo vlla. Bravo. Po ti po shfrytëzon atë njeriu në vobek që ka ardhur aty. Ka ardhur për hall vet, aty po merret ai ka për hall vet o vlla. Ç'mund ke me atë më vlla që shkon e kap edhe e përdhunon aty më burrë nxjerr një video dhe i hap GoFounder dhe po na del ti ai Nën Tereza domethënë. E dim edhe Nën Terezën kush ka qenë, kush është valla. Pra edhe ti po bën po të njëjtën gjë, po na e shet këtë gjën që po ç'a më valla. Po mi më hapim me këtë, po bëjmë edhe këtë ka ndal. Ore konkretisht valla për masën, për gjithë popullin, janë nimovi zotëri më shumë faleminderit o burr. Mos hym ke dilema etike që po e bastardon, po e pordonon, po e ul figurën aty tjetër, po e ças po i bën aty vetëm për të fituar 2 lekë dhe ti e imponon aty që të vinë shesh nesër si ti ke dhënë 2000 euro ose 10000 euro sa ke mbledh nga i GoFound për t'ia dhënë aty dhe ti nesër atë e sill me detyrim protestë valla. Ti e ke bler atë. Se dra vet nga brenda, thotë që unë do vim protestë valla se ky më ka dhënë këtë gjë. Edhe është i detyruar ai të rri aty or si puna sa që unë do t'jap i gjë ty dhurat, pun të maj peng ty më atë. Po do mbinesh. Jo do mbinesh, po nuk të lenë valla ajo mirësia jote, sjellja jote e tjetra si. Të fiton në atë mënyrë. Të fiton në atë mënyrë. Po. Po ç'a fitova unë? Ç'a fitova unë në kuptimin? Ç'a fituam ne si gjithë si shqiptarë valla? Ç'a fitoi Shqipëria? Ç'a fituan gjithë ato mira që ishin shesh aty? Po çka ka konkrete më valla, çka ka konkrete më burr, si minimum 10 veta. Ore bravo, shumë mirë. Po ç'a bën për ato 10 veta? Pra nuk është si po e them se jam kundër që u ndihmon ata njerëz. Po nuk është ato është ajo më e madhe sa kjo, më do të ndryshoj politika. Pra hajde si po, pra ne po harxojmë këtë politika si po na mojnë të ropshat, po i marrin gjithë taksat me korrupsione, gjithë ato zezat, si po e bën. Por ti po harxhon prap nga xhepat e tu, ndërkohë që i kanë këta që ti do ti marrësh nga këta, dhe ti ja japësh tyre njerëzve që kanë, se nuk kanë ardhur për shkak se s'ka funksionuar sistemi dhe parat tua, taksat tua, gjërat tua nuk kanë shkuar siç duhet atje. Ti prap nxjerr nga xhepi për minimu këta, se këta tjerë të vazhdojnë nga 4 milion lekë rrogën atje, ai nuk shkon as parlament, ti ke kaq vite që ke parlamentin bosh. Atje edhe shkojnë atje, tallë me nder, me makinat më të shtrejta, veshën më të shtrejta, me shtëpitë më të shtrejta, pasuri të pafund. Edhe paguhen akoma po nga ne, tallin bythën me ne. Edhe ti shkon me vezë, ke këta? Edhe shkon një herë po herë, jo herë ndoshta herë. Shkon 2-3 herë, e bën ja 3 javë pushim. Kthehem mas 3 javësh me datë 23. Kthehem me datë 23, dëgjoj me vezë, ku kapen nxjerr lloj polici. Ky është legeni numër 1, ky është 2-shi, ky është 3-shi, ky është legeni Z. Po çfarë do merrna me këto, po i kuishim valla, do merrna me policët, me civilët, apo do merrna me
Apo me mesazhin që është plot na shajnë edhe ne. Mund të jenë edhe shumë veta që po na shajnë edhe tani. Kthehem prapë ke pyetja. Më thoni ç'a kemi fituar nga protesta? Më thoni ç'a kemi fituar nga protesta? Një gjë. Jo më shumë. Pa dashur me përkraun në asat pjesës shëndosh të shqiptarëve që e bëjmë me pastërti për dashurinë e Adheut. Me ato pajtojmë plotësisht. Po me këta të tjerë që shkojnë për interesa individuale apo partijake ose të një grupi të caktuar, aty është problemi më dha. Tek ata. Tip që quhen oportunista, ku ka mundësi që të përfitojnë një diçka, të nxjerrin diçka edhe mekanizojnë, e përdorin si mjet këtë përpjekje të protestës për disa të përfitime personale të disa grupimeve, ose grupeve, ose partive të vogla. Domethënë, po përdoret për gjithçka kjo protestë, përveç asajt arsyes së vetme që duhet për të rikthyer Shqipërinë në gjendje të jetueshme. Oj vjollca, o njish. Ti që e patronazhist. Je si shpirt. Mirë, Alex, të falenderoj me shpirt e me zemër për gjithë atë se çka bën, që vjen, harxhon kohën tënde këtu. Ne, siç e theti pak më herë, dhe thej që ne kemi protestën tonë këtu. Da. Ne do ta bëjmë protestën tonë, ne kemi bërë më herë, do të vazhdojmë, kemi parë gjëra të tilla, na vjen keq që edhe s'kuptohemi, edhe nuk dëgjohemi, edhe nuk duan na dëgjojnë. Ka skenare nga më ndryshme. Ka gjëra nga më ndryshme, asnjë nuk e di se çka ka në zemër tjetri. Por unë mendoj se ne duhet të dëgjojmë njëri tjetrin, kjo është shumë e rëndësishme që të kuptojmë njëri tjetrin. Pra, është një fazë para, dëgjimi dhe kuptimi, pastaj që vjen besimi. Po ne jetëm larg njëri tjetrit, dhe unë këto që po them këtu i kam thënë edhe atje në protestë me njerëz që janë atje. Okay. Duhet të dëgjojmë njëri tjetrin. Unë të dëgjoj ty që ti thua, jo po kjo ka këto arritje, ka këto gjërat, ka fituar këtë, kemi bërë atë. Okej. Po më dëgjoj ti mu. Dëgjoj Aleksin, dëgjoj atë tjetrin. Duhet dëgjohen gjithë aty vëlla. Nuk do dëgjohet veç ai që merr mikrofonin. Si ti thua, okay, unë nuk dal për atë që merr mikrofonin. As unë nuk dal për atë. Mos kam dal asnjëherë. Jo në këtë protestë, pa asnjë lloj proteste tjetër s'kam dal për atë që merr mikrofonin. Nuk dua dal për asnjë nga ata që marr mikrofonin ose që bëjnë atë tjetrën gjithë elementet e tjera të asaj gjës atë që ndodh në shesh prej është fut në muajin e tretë. Po puna është që kur ti sheh gjërat që lëviz kjo tjetra, hajde po mbyll syt ke kjo, si do ndryshoj rrugës do bëhet andaj. Po kur shef shumë gjëra vëlla, ti thua këtu pas ka i libër vëlla, po lexohet libri dhe po zbatohet. Unë vje keq vëlla, nuk do doja ta gjej veten të jem pjesë e këtij libri. Nuk do doja që ti isha pjesë e këtij libri me dashje ose pa dashje. Me dashje s'bot fjalë, po edhe pa dashje nuk doja falja dot vetes. Dje kur isha me ideal që jemi njoftë kohët e fundit atje, pa përmend emra, e kam parë që nga dita e parë edhe vazhdon akoma atje. Edhe jam kënaq duke bisedu, kemi ngjuar njëri tjetrin për protestën, kemi fol, nuk po ikshim dot nga bulevardi për 3 orë ca duke fol. Edhe po i thoya një detaj, që këto kohë të fundit kur kam marrë protestë, ja thash atij po e them tani do ta mbyll me këtë pa ju lodh shumë kokën. Kur shkoja ditë e para në protestë, futesha nga mesi bulevardit, futesha në mes. Derisa shkoja deri aty afër fare, aty rria valla. Kënaqesha. Ku diun ç'kishte nuk menoja fare se kur është i turm, kur ka njerëz, kur ka shumë gjëra elemente të tjera. Ndjet më sigurt, me komand. Jo më sigurt. Logjika të çon se ti mund të vi dikush valla, se ti se kupton, se po të qeni 200 vet aty, njëri me po marrim i rast për shembull, sikur je një kallaballëk, nuk e di nga se vjen, domethënë.
po të ndodhi diçka, kupton? Si Okay. si ajo që lunin bëz, ke parasysh të lojën që janë 5-6 veta, ti dëgjesh tani kush të dëgjojti nga këta, kupton? A dëgjoj. A si gjendon si ke 5, ke 10, imagjino kur ke 200, 1000 ose atë numër aq të madh që ishin shesh. Edhe futesh në mes të vllatë ti nuk i mendoje gjithë këto gjërat, po e çojnë në ekstrem gjën. Edhe ndihesh i sigurt. Ndihesh i sigurt, i plotësuar etj. So vlla, edhe pse ka pak njerëz, unë i dal anash, nuk futem tot mes. Nuk jam i sigurt, më fut mes. Mungona sigurt. Nuk e di, nuk di ta them, ta shpjegoj, domethënë pse më ndodh kjo lloj ndjesie që nuk futem dot valla, të futem mes për mes bulevardit dhe të futem siç jam fut ditë e para. Është një alarm i brendshëm që thotë diçka nuk shkon, edhe prandaj nuk e ndjen atë sigurinë. Se vërtet diçka nuk po shkon këtu, nuk është ajo transparenca, ajo që pristim të shikonim. Por këtë po thon në shtator më valla. Në shtator do ndolli, do bëhet, po pritet të tjerë, do vinë, do bëhet. Po ti po pret deri në shtator? Unë po pret shtator. Je në pritje. A dhe presim? O njerëz, prisni ke vet, ja? Po Mos prisni nga asnjë tjetër. Jepni komve, jepni durve, jepni menjes, punoni fort për veten, por më vjen keq, domethënë, mos lidhni asgjë me asnjë. Me asnjë, jo ky rast, por në asnjë lloj rasti. Lidhni me veten tuaj, qoftë të prekshmen dhe të brendshmen. Pra, edhe të jashtmen, edhe të brendshmen. Të jashtmen për sa i përket për t'ju përgjigj me as duke mos lakmuar shumë për dalë edhe këtë tema edhe Amarildos, patjetër Robi do të jetë kërkues. Po. Do të jetë kërkues, të kërkojë, të punojë, të zhvillojë, të ecë përpara, të jetë i suksesshëm, por gjithmonë duke ruajt kornizat e mos bëj dëm tek tjerët. Tek mos prekë të tjerët. Po, edhe niset nga vetja, duhet të arri këtë gjë sepse ta ketë garën me veten, Po jo të konkurosh tjetrin, hiqeni këtë elementin e konkurrencës. Prit se erdha. Prit se erdha. Mirë, janë shumë komente të fundit, ju përshëndes, ju falenderoj shumë për gjithë komentet, për gjithë ju që na ndoqët dhe që na ndiqni vazhdimisht në këtë temë që bëjmë me Aleksin. Uroj që mos ndikoj keq çdo gjë që flasim ne këtu, domethënë nuk kemi qëllim as pak për të ndikuar keq tek ju, për t'ju keq orientuar, nuk jemi askush, ne jemi shumë të vegjël për vete. Jemi thjesht për parashtruar një këndvështrim tjetër nga ai i zakonshëm që na pasojnë mediat kryesore. Një pikpamje ndryshe nga ato të tjerat. Jo kështu në ajër, jo kështu ka, domethënë me këmbë tok vazhdojmë dhe neve këtu, po jo ashtu si paraqesin ata, se ato e kanë lajmin këtu, mbaron këtu, aty kupton. Kurse ne s'na pengon njëri këtu. Shprehemi i lirshëm. Prandaj është kaq e vyer liria. Liria që këta po kujdesen na i marrin neve gradualisht me forma nga më të ndryshme. Duke filluar me atë të xhepit. Duke vazhduar me telefonin, edhe duke e mbyll me atë që po na sjellin. Për lirin po bëhet. Sa ajo është, ata nuk duan që ti të mendosh. Të kesh atë opinion, atë kritikën, atë mënyrën të menduar ti të lirshëm dhe ata ashtu si ti e do, ashtu si ti e shikon. Po duan të na vendosin nëpër kallëpe. Do mendosh kështu, do ecësh kështu, do vishësh kështu, edhe do përfundosh kështu. Se ndryshe dukesh keq i përpambetur, se kanë dhe ato etiketimet i kanë gati këto, dikush kundër rrymës. Ky është fanatik, ky është i përpambetur, ky është shpellar, është mesjetar, siç sa njëri atje akoma i besoni këto gjëra para 10.000 vjetësh. Bota nuk ka ndryshuar, njëta mbetet bota, thjesht ka ndryshuar lodrat. Lodrat që prekim atje jashtë, nuk ishte me kuaj dhe qerre, tani është me makina dhe me aviona. Edhe ka ndryshuar diçka dhe te njeriu që dikur ka qenë hipokrit, tani është bërë super hipokrit. Kto ka ndryshuar. Asgjë gjë tjetër. Bota e njëjtë është. Ka të mirë, ka të këqij. Ka bukur, ka të shëmtut. Ka gjatë, ka të shkurtër, do të thënë të njëjtët kanë qenë gjithmonë. Ka njerëz të drejtë, ka dhe dallavere. Ato që qeverisin zakonisht janë dallavere. Sepse gjitha qeveritë janë artificiale tek e fundit. Kupton, janë aty, gjëja sikur po menaxhojnë situatën, që mos kaloj në kaos situata.
sikur janë ata që vendosin për një vend, ndërkohë që ato thjesht zbatojnë atë listën e programit që i jepet nga ata duart e padukshme që nuk i kapin kamerat. Edhe kështu vazhdon. Të jepet ajo ideja sikur ti po voton, ndërkohë që vota s'ka si pikë lidhje, se s'të lënë ujë që të vendosin delet. Po ti e beson edhe ta kpusin pastaj vetë votove, vetë zgjodhe, ndërkohë që s'ka lidhje fare ajo vota jote. Që të bëjnë kërkojnë do kusur që do të bëjnë të ndihesh e keq. Kupton ti, janë shumë të sofistikuar. Kjo ka ndryshuar vetëm. Hipokrizia është bërë më e sofistikuar. Gjithë atë tjerë ke një lloj aty me një vend. Kështu që shikoni vetë ju të përmirësoni veten tuaj nga brenda lumturia gjendet brenda njeriu. Gërmoni, sepse sistemi na ka mësuar që neve mos merremi me veten tonë. Të merremi me gjithçka atje jashtë. Kurse këtu brenda është kthyer në shkret të tjerë. Zbuloni vlerat, do të ndryshojë brendshme për ta mbyllur Alex. Ndjes, thjesht duket sikur kthehemi prapë në temë dhe mbajmë po më gjatë dhe lodhen edhe njerëzit, po këto janë. Prandaj duhet që të ndihmojmë njëri tjetrin me ajo është ndihma kryesore para, ajo që të arrijmë të komunikojmë, të kuptojmë dhe të besojmë njëri tjetrin. Kjo është ajo. Që lufta më kryesore është që është brenda për të fituar ato jashtë. Pra duhet të fitojmë mirë brenda, të fitojmë jashtë pastaj. Po s'fitojmë brenda, vallai. A kuptoj. Po s'marr vesh. Po s'marr vesh. Alex, falenderoj. Ju falenderoj të gjithëve. Ju kërkoj ndjes, nuk kam asgjë personale me askën nga ju që na ndiqni dhe me askën tjetër atje në protestë. Realisht edhe pse duket sikur ose nuk kuptohet sikur e kam me dikë tjetër, sikur po më thonjë se po sulmoj dikë me këtë siç ka them. Nuk kam fare me asnjë, qoftë nga ata që më ndjekin, qoftë nga ata atje. Uroj që gjithë secili nga ne, prandaj them se edhe komunikimi është një element për të vënë përpara sedrës dhe ndërgjegjes dikën që ndoshta mund të ketë bërë një lloj dredhie. Pra se ti po ti shkosh ti thuash që kështu do ishte kështu ti e zgjon pak le të themi, ja gërvish pak atë pjesën e cipës edhe i hapi thua hop dela jam pa. Ajo është problemi. Ikën e bën që ta mendoj pak, e bën që të ndali vëlla. Këta njerëz do ndalin. Rama nuk ka ndal, Berisha nuk ka ndal. Këta që janë pushtetarë, këta që kanë këtë lloj lidhjesh, nuk ndalin vëlla. Këta nuk dinë të ndalin. Pra del populli i tyre dhe del ta ulan balla, thotë janë 20 veta këto budalliqet. Unë nuk po them këtë gjë siç e thotë ta ulan balla. Unë po them për shkak se ka ndodhur ngjarje dhe nuk jam i kënaqur nga kjo, si duhet ndodhë diçka tjetër vëlla. Po. Jo se unë po kënaqem nga kjo gjë, si po ti po të kënaqesha, s'do vije fare aty, unë po vi prap. Po duke taku njerëz, duke fol që valla çfarë duhet me bë diçka tjetër. Që s'po ecën kjo gjë valla. Është si puna e saj, ti hap kuadrin e makinës, i bie po pritje ka bateria, ndro baterinë, po i bie prap funize, po prit valla se mos e ka motorino, po shkosh e motorino, po prit valla se s'pas ka fare karburant, po si s'po shkon atje. Se qëllimi me bë Grob Bulevardin apo? Kupton? Ka dhe emrin dëshmor të lirisë, por dhe s'bon edhe sens. Dëshmohet për lirinë aty, po dëshmohet thjesht për disa interesa me sa po shohim. Ja, kur e thot edhe Ponja thot, Aleksi thot, e ka thënë që në fillim, madje që në ditët e parë protestës, që ka qenë podcasti jon i parë në ditët e protestës, e ka thënë që thuaj fiksat e shprehën Alex, është aq e bukur thë, është shumë e bukur për qenë e vërtetë. Kupton, ishte shumë, po mrekullohesh, thosh jo, s'ka mundësi. Që ti është e vërtet kjo gjë. Altin shumë e drejtë revolta jote dhe kuptueshme për çfarë thua. Vesh një gjë mendoj se protesta ka arritur shumë fitore. Fitore më e madhe është zgjimi i ndërgjegjes në poshtë e frikës. Bravo, vlla, këtu ti jap dorën. Kjo është e vetmja fitore, pra. Kjo është e vetmja fitore. Tu e ke qaf vlla, kapitullove fiks, e tha shumë bukur dhe Alex e the shumë bukur ti vlla. Kjo është fitore e vetme. Por mos harron diçka tjetër. Te kom prapë atë, nuk e di, jam çik i smur valla. Kush është smur tha i pak më lart aty. Kush është smur tha? Prit ku është ta lexoj fiks. Ui sik. Prit Sokoli, po jo, më del tu edhe anglisht edhe shqiptar. Ne ngatron nga herë me komente që lexoj gabim, që bëj lapsus. Por mund të dalim pastaj edhe një tezë tjetër, po e them Helmin prap. Kam shpërfaqë që them po ikim. Por mund të jetë edhe kjo Aleksi, u fry kaq shumë, u bë kaq e madhe ende këtej. Se Ramës edhe politikës gjithë këtyre në peshëve të mëdha, këto nishat, të fortit e xhunglës. Tyre kishte rënë vëmendje valla. S'po flisë më njëri për ta. Pra, unë dila vetë mikrofon qendër, shihet ça lloj bot kuptimi kishin nga njerëzit që thoshin Enver Hoxha, Edi Rama, rroft mor nga ditë e mia, ande këtej, pas jetën e gjatë këto gjëra. Shilloj edhe pjesa tjetër që s'fliste fare pse kush do bëj, thash tu kam marru fund.
Se këta e thoshin njerëzit, shifja ato që takoja, që dëgjoja, gjitha ne mungesë reagimi kështu, ekstrem, kupton? Mungesë reagimit ekstrem. Dhe ti këta tani bën një fazë testi tjetër për të provuar. Ore, me vërtet këta njerëzit s'kan më asnjë lloj interesi, thonë që këtu ka marr fund, nuk bëhet më, thanë edhe ato gati 1 milion shqiptarë që kanë nga Shqipëria. E të tjerë që e mendojnë akoma, që e mendonin. Eto tani kanë bëj test, bëni test. Ndodhi kjo protesta, u derdhën gjithë shqiptarët, e fryn këta, ku dijon çrëndsi ka, aty kanë dalë shqiptarët pastër, pas një lloj interesi. Që këta janë mjeshtra të manipulimit, të lëvizjes, turmave etj, janë mjeshtra të keqes. Por shqiptarët dolën valla. Dolën aty, unë kam thënë këtu edhe madje bashkim pas si lloj debati, por që unë thoja këtë që kanë dalë shqiptarët valla. Dhe ta thoja me bindje si shifja aty. Edhe dolën gjithë shqiptarët. Çfarë bën tani këto? Pra siç po shkoj gjoja, si e lexoj unë, si analizë, peshoj që këto vit e shembën këtë gjë. Me manovrat e veta, që është tek nuk du të them, si s'kam prek, s'kam pa gjë, kam dyshimet e mia etj, po s'mund t'i them, pse t'i them? Koha di tregoj gjitha. Këtë kam thënë gjithmonë, koha di tregoj gjitha. E shembën valla. Si e shembën si nuk i kemë protestuesit. Nuk i kemë aty. Pra, jo vetëm për kësaj, por çka ka arrit tjetër protesta? Duhet del ke zgjimi, që e tha shumë bukur. Pra, okay, zgjimi ndodhi. Kjo ka qenë fitore më madhe, jam dakord. Edhe un kam thënë nga ata, i kam thënë edhe tu në mikrofon që e mira e kësaj gjë është të kthehet në institucion protesta. Edhe kjo protestë që bëjmë ne, njerëzit janë gjithmonë oponent, kërkues, të kundërshtojnë. Të kërkojnë përmirësimin e jetës tyre dhe vendit tyre. Po patjetër, ajo është. Kjo është ajo që bëjmë. Por këto po e vrasin tani. Pse? Si u bë 67 ditë. Po shkojnë për 3 muaj dhe ti s'po fiton asgjë tjetër për te kësaj. Por edhe atë që fitove zgjimin ti po e shem. Sepse edhe ato që dolën masivisht në shesh, po them me çfarë proteste. Si ke plot që thon këtë që themi ne. Që ndajnë një mendim. Po që ndajnë një mendim, pak më herët ti kishe mikun tim që po jeton jashtë, jeton në Suedi, ka ardhur shumë herë në protestë, ka ardhur ato ditë ka ardhur në protestë, e lexove çfarë mendimi kishte. Po, është i qartë ajo. Edhe shumë. E shumë tjerë ka plot valla, ka plot tjerë. Por nuk është se kjo na kënaq ne që kemi njerëz të tillë valla, se nuk na kënaq kjo që kemi njerëz që ndajnë një njëjtë mendim me ne. Kjo na shqetëson, përkundrazi na shqetëson. Por kjo po rikonfirmon dhe një herë provën e këtij testi dhe eksperimenti që po e shkatrojnë, pra këto po marrin përgjigjen e eksperimentit. Pra këtu duan ta çojnë deri në atë pikë protestën që të mbesi pas një lloj objektivi, që mos ketë një lloj konkretizimi dhe fitorie dhe për ta çuar në aq persona që nxjerr ta ulan balla ato fotot me montazh, atje duan ta çojnë, ta shtyjnë protestën që të ngelen aq pak njerëz dhe që njerëzit të bëhen pishman që dolën protestë edhe të thonë që ne s'kemi u bë asnjëherë më. Ajo është. Aty duhet me. Pra këto duhet me vrallat e zgjimit që u kriju. Dalim prapë te psikologjike, sepse zgjimi është nga brenda dhe duhet me cill prapë aty ku ishe. Edhe nga që ta mbyllim me këtë edhe nga që këtë emision vazhdimisht kalojmë atë mesazhin e merrni të kundërtën e asaj që na japin, ajo është e vërteta. Mu më ka ngel në mendje kjo tani, kur dalin ato dhe thon Edi Rama ka mbaru. Mos po ndodhe kundërta dhe po na mbarojnë neve me anë të kësaj proteste? Atë kanë frikë. Sepse po kalon ajo idea që nëse nuk arrihet gjë me gjithë të përpjekje, po shkojmë për 3 muaj siç e the. Koleks lutem nëse mundesh, thot njëri, to janë mjeshtra, si ka nga ato që futen edhe këtu, thonë nëse do i ofronte pagesë Edi Rama, do flisnin kështu thot? Si që flisnin kështu. Mendoj se jemi të paguar që po flasim këtë gjë kështu. Valla, këto janë gjëra shumë të ulta sepse tani vërtet ekziston ajo shpreha se cili e ka një çmim. Jo të gjithë e kanë atë çmim. Prandaj sa vlen dinjiteti i njeriu nuk ka para që e blen. Do thosh tani shumë fjalë madhe për një njerëz të vogël. Po ja që e themi. Jo e di të sjellë para, po me Florita shtroj. Vetëm që s'ke për t'i marrë me vete, kjo është një arsye e madhe mos më pranu dhe të luftosh për vlerat. Dakor? Bota u rikthy Luani prap. Bota lirit fitoret i ka fituar me gjak o çuna thot. Jo laka
puc me taka. Po, shumë mirë thotë Allah. Shumë mirë. O bujar, o një, kështu bujar apo më fal, si. Ore, O Luan, dies. Ka mos ka jesë le pa emër. Luani po. Liria është një luks i vërtet. Nuk mund të ofrohet falas qyl. Nuk dhurohet. Ajo vetëm fitohet. Tani me ato zogjt aty papagallët roz që janë ata flamingot atje se ujtova. Si e kam vënë emrin? Revolta flamingosh, leshit. Nëse jo, pa gjykuar, gjithsesi cili ka pozicion. Çfarë lidhje ka flamur? Jo më flamuri shqiptar aty nxjinin ato portretet e Gjergj Kastriotit atje alla. Çfarë lidhje ka ajo miel me aty? Edhe flamurët e vendeve të huaja. Vetëm flamuri shqiptar duhet të ekzistojë atje, edhe trimi më i madh i këtij kombit, Gjergj Kastrioti, ata do të dalin aty. As i gjë tjetër, as flamur amerikan, as flamur europian. Kemi flamur lavdis Zotit mrekullueshëm, që ka atë simbolikën e vet. Ka më flamur të bukur, është flamuri më i bukur në gjithë planetin, është ai flamuri që kemi neve. Edhe kërkojmë ndihmë nga ato jashtë atje. Ata që janë atje jashtë duhet të përfitojnë nga ky vend. Si i bind kthehemi pastaj prap tani. I them, mos bëhemi të lodhshëm. Do ikim? Ti ikim? Po ikim pra. Ti ikim, takohemi ke protesta. E kam seriozisht të pjesë për Zotin, por uroj që të vinë njerëz t'jen reale, valla. Unë mendoj që njerëzit duhet i thonë, çka ka, kur ka shqetësim, kur ka problem, duhet ballafaqohen, duhet thuhen atje. Jo se unë po e bëj këtu për Edhe kjo tjetra, duhet të mbështesim dhe njëri tjetrin, aty ku kapin këta shqiponjat, ato që i grabiqarit dhe kapin njërin aty 7 veta me një person atje, shkolla ndihmoni dhe ju. Thuj, Aleksi thot që patriotët nuk kanë çmim, por thjesht liri thot. Sa vlen liria nuk vlen asgjë gjalla. Liria është dhurata më e madhe që Zoti ka dhënë njeriu të burr. Fatkeqësisht edhe dinjiteti ka kaluar në pazar tani. Blije njerëzit e ka një çmim, secili e ka një çmim. Kjo është fyesa, ofendimi i madh që mund të i drejtojë një njeriu, personit të gjallë me logjik.